Vazhdon rënja e mbështetjes së qytetarëve për LSDM-n. Në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2021, kur LSDM në rreth të parë pa të fituar në 9 komuna e më pas në rreth të dytë në 16 komuna, tani kjo parti në rrethin e parë fitoi vetëm në 3 komuna, në disa të tjera ka shkuar në balotazh. LSDM fitoi në Kriva Pallank, Krivogashtan dhe Bogdanc. Në krahasim me komunat që udhëhiqte deri tani, LSDM humbi Berovën, Delçevën, Starona Goriçanin dhe Çashkën, ndërkohë në komunat e Vallandov, Demirkapi, Dojran e Probishtip, ku garon në raundin e dytë, është në disavantazh. LSDM humbi madje edhe bastionin e vet Strumicën. Kryetari deri tanishëm i kësaj komune, Konstantin Kostadinov, i mllefosur me LSDM-n, kërkoi largimin e menjëhershëm të kryesisë së partisë. Kjo nuk është një humbje e thjeshtë, por turp i madh dhe poshtërim politik. Gjendja ku është ndezur alarmi i kuq nuk është sinjali mjaftueshëm për udhëheqësinë e partisë më të madhe opozitare. Mos flisni sikur jeni të lumtur me rezultatin. Humbje më të madhe se kjo nuk ka. Ore më parë, gjithkush që ka sjell vendime duhet të shikohet në pasqyrë dhe të pranojë se nuk di dhe të ikë. Edhe VMRO DPMN-ja akuzoi LSDM-n për debakël në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, i bën thirrje udhëheqësisë së opozitës të tërhiqen. LSD në kryeqytet shkoi deri aty që nuk arriti të hyjas në rrethin e dytë. Në kryeqytet në Shkup janë madje të katërt, para tyre të tretë madje dolën edhe vlen. Rezultatet nga rrethi i parë i zgjedhjeve qartë tregojnë se LSD e udhëhequr nga Venko Filipçe, bashkë me gurun e tij nga Strumica Zoran Zaev, treguan se nuk kanë ide dhe as projekte. Por nga LSDM nuk duan të dëgjojnë për dorëheqje. Nga kjo parti filluan të llogarisin rënien e VMRO-s dhe ngushtimin e mbështetjes mes këtyre dy partive. Bëjnë krahasim me votat nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Edhe pse ky nuk është rezultati dëshiruar për LSDM-n, vërejmë stabilizim dhe rritje në disa komuna. Numri i përgjithshëm i votave tregon se LSDM ka ulur dallimin në krahasim me VMRO DPMN-n dhe ka rritur në krahasim me Znamin. Mbajmë avantazhin para Së-Majtës. LSDM në qytetin e Shkupit doli e katërta, prapa Së-Majtës dhe prapa Vlenit. Madje rreth 700 vota e ndan atë nga vendi i 5 që ishte AKI-ja. Në Shkup LSDM pasoi rënje edhe në numrin e këshilltarëve. Nga 11 që kishte në zgjedhjet e 2021-shit, tani do t'i ketë vetëm 5. Rënja e LSDM-s u vërejt edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe presidenciale, ku nga 46 deputet që fitoi në zgjedhjet e vitit 2020, ranë 15 në zgjedhjet e vitit të kaluar. Edhe në garën presidenciale, Pendarovski mori 250.000 vota, kundrejt Siljanovskës që mori 559.000 vota.